balotazheve. Një gjë e tillë thot edhe e prori UÇK-s, Naim Iftari. Ai thot se ka koalicion të fshehur PDK, LDK, AK dhe lista serbe kundër vetëvendosjes dhe listës Guxo. Sipas tij ka paradokse politike të habitshme, koalicioni i heshtur i PDK-s, LDK-s dhe AK-s dhe i listës serbe kundër vetëvendosjes, Faton Peci dhe listës Guxo. Hajfuzat e dezertimit, ata që bombardimet e NATO-s kundër forcave serbe i pritën në rërën e ngrohtë të Ulqinit, sot janë rikthyer në skem pas përfundimit të luftës e sot, pas më shumë se 2 dekadash, kemi paradokse politike të habitshme. LDK-ja merr vetëm 214 vota në Mitrovic, AK-ja 50 dhe megjithatë, të gjitha së bashku nuk arritën ta mposhtin Faton Pecin, deklaroi ndër të tjera Miftari. Pas përfundimit të protestës ka reaguar edhe emisari i presidentit amerikan për misionet e veçanta në botë Richard Grenell. Haga është jashtë kontrollit. Kjo është ajo që ka bërë Jack Smith, ka shkruar Grenell në rrjetin social X, duke i referuar ish prokurorit special që kishte ngritur padin ndaj Thaçit. Grenell, i cili në të kaluarën ka qenë i dërguari i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi dhe akuzohej për mbështetjen e idejës për korrigjim kufish sipas Miftarit, tani bën teatr politik. Ndërkohë në anën tjetër vazhdon cirku politik i Vučićit, Ramës dhe i Grenellit, të cilët po përpiqen të paraqiten si patriot, le ta themi troç. Cirku në Tiranë nuk ka lidhje as me UÇK-n, as me drejtsinë, as me gjykatën speciale në Hag. Ky teatr politik nuk ka asnjë ndikim në proceset gjyqësore atje. Qëllimi i vërtetë i këtij mobilizimi është tjetërkund, të bashkojë profilet politike, politikanët e korruptuar dhe interesat e errëta serbe në Kosovë, të gjitha kundër Albin Kurtit dhe qeverisë së Kosovës. Mjafton t'i shikoni organizatorët e këtij cirku, promotor e sponsor janë shumica milionerë të pasur nga korrupsioni dhe përfitimet nga lufta në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Shikoni më pas moderatorët dhe analistët e zjarrt të ditëve të fundit, ata që deri dje akuzonin UÇK-n për krime të rënda, për vrasje të civilëve serb, për skuadra vrasjesh, dhe e që pretendoni se Thaçi Veseli Selimi e Krasniqi kanë vrarë aktivist të LDK-s. Skafaj Amizi kur i dëgjonte këta luftëtar të krimit organizuar që shpifnin, mashtronin, falsifikonin dhe tradhtonin, ai thoshte: "Luajta, sot edhe unë do të thosha, kemi luajtur të gjithë, ose kanë luajtur vetëm ata", ka shtuar Miftari. Tutje, ai ka shtuar se sot Tirana u kthye në patriotizëm të rrem. Ky është cirku i Ratës si Edi Ramës për të mbuluar tradhtinë dhe aferat e veta korruptive. Tirana sot është kthyer në qendër të patriotizmit të rrem, me kryeministra të rrem, me veteranë të rrem, me OVL të rreme, me justifikime dhe qëllime të rreme, ata që e shitën Kosovën, ata që e tradhtuan luftën, ata që e harruan amanetet e dëshmorëve, ata që i lanë në balt invalidët dhe ushtarët e UÇK-s, sot po përpiqen të na shesin pluhur syve. Merri me veten në këtë cirk edhe Grenellin, Batonin, Buzhalën, Kajtazin, Shehollin, Balen, Zekën, Lindën, Alvin, Abazoviqin, Bujarin, Shqiprimin. Ky cirk ka emër, përfundon Ishe Prori.